7 maj është afati i fundit kur partitë politike duhet të njoftojnë KQZ-n për pjesëmarrje ose jo në zgjedhje. Gjithashtu duhet të njoftojnë edhe për formim të koalicioneve parazgjedhore. Ky obligim vlen vetëm për 53 partitë politike që aktualisht janë pjesë e regjistrit të partive politike në Kosovë dhe nuk përfshin subjektet politike që synojnë të garojnë si nisma qytetare apo kandidat të pavarur. Më 5 maj nis aplikimi për akreditimin e vëzhguesve dhe medjave, ndërsa nga e mërkura do të fillojë regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës. Pra gjatë kësaj periudhe 12 ditore, shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, duke përzgjedhur të votojnë përmes postës ose në përfaqësi diplomatike. Kosova më 7 qershor, mbas zgjedhjeve të reja parlamentare, pasi deputetët nuk arritën të zgjedhin presidentin e ri të vendit sipas afateve kushtetuese.